Të dashurit e mi tregohet se kur e pyetën Imam Ebu Hamid el-Ghazalin, Allahu e mëshiroft, se cila është mënyra më e mirë për ta mësu fenë. Ka metodologji, forma, mësime, predikime nga më të ndryshme se si me e mësu fenë e Zotit Dhul Gjelal. Aja është përgjigj në një mënyrë shumë të mirë dhe shumë të thjeshtë. Dhe thot, mësoni nga feja aq sa jeni të gatshëm për ta praktikuar atë. Kaq mëson nga feja, mos mëson më shumë. Mirë, po nga feja mëson vetëm sa je i gatshëm që atë njohuri me fut me njëherë në praktik. Fatkeqësia e madhe e kohës është edhe nga një pjesë e të rinjëve dhe të rejave fillestar, të cilët dojnë të mësojnë nga feja shumë, po praktik kemi shumë pak. Shumë dojnë të mësojnë nga feja, mirë po praktik pak. Imam Ghazali po thot nga feja mësa ata që mund është me njëherë me fut në praktik, që të duhet, kaq, nga pak, nga dal, prioritetet mas pari, duke u shku, duke u ngrit, duke u forcu, duke stabilizu shpirtin, mendjen, duke gjetë rehatien, duke gjetë knacien, me këtë gradualitet të ngritjes, e tutje, jo do të thot të bagazhosh shumë, mirë po praktik të kesh shumë pak apo fare heq. Të dashurit e mi, jo çdo sejdebërës afrohet. Doktor Mustafa Mahmud e ka një libër Pyetje dhe dilema. Një libër shumë interesant është, që u sugjeroj, është e përkthyme edhe në gjuhën shqipe për ta lexuar këtë libër. Pyetje dhe dilema. Ngjallin pyetje të shumë të masa, dileme nga më të ndryshme. Mirë, po duhet ta di një gjë, edhe ai pyetësi që bën pyetje duhet të jetë i formum, duhet të ketë nivel, sepse qysh është pyetësi, jipët shpesh edhe përgjigja. Nëse pyetësi është i nivelit, edhe përgjigja është e nivelit. Nëse pyetësi nuk është i nivelit, çfarë do pyetje të madhe që të bën, përgjigja nuk ka kapacitet ai për me kuptu, edhe do të m'ia dhon siç është ai. Edhe këtu e kemi një divergjencë dhe një problematik shumë do të thotë të madhe. Për këtë une si hoqë, po i flas vetës, nuk duhet edhe aq me përfitu masën, se sot masa jam bind se çka atu dasht. Masa atu dasht hajgare, atu dasht do sene rrethu shkurit mi përmenën, atu dasht do sene që ngjallin debatet kota, ashtu dasht do sene që prishin dhe shkatrojnë unitetin, atu post që e fejen hajgare me treguan, me bon shaka, do thot me ta, na kemi nevoj me ju fol individve. Edhe nëse një individ e kap mesazhin që ti apo on e jep, është e mjaftueshëm, sa individ është i nivelit. Për këtë thot, në këtë libër, thot jo çdo sejdebërës, çdo kush i bie Zotin sejdë, afrohet, përveç se nëse heq nallët dhe hedh pas shpinës dynjas. Vetëm ata që i hekin këpucat dhe i hodhin mbrapa shpinës, e hodh dynjan mbrapa shpinës, ata ju afrohen Zotit Dhul Gjelal me sejdë. Pastaj hedh, thot, edhe veten e tij pas saj, dhe hyn zemër dorëzuar para Zotit Dhul Gjelal, i zhveshur
nga ndjenjat zemër friksuese. O dashurit e me, kur ti bish Zotin sejdë, nuk guxon me pas frikë. As për shëndetin, as për smundjen, as për fukarallaqin, as për pasunien, për as gjo, e dini për çka? Se i ke ra Zotit gjithdijshëm të plot fuqishmit, ai i cili e ka vetëm një, të thot, bëhu dhe me njëherë bëhet, çështja ime e jotja edhe e gjërave do thot të ndryshme. Andaj vetëm ky njeri ka mu afru te Zoti, që e zhvesh vetën dhe e hodh mbrapa dynjon, kur t'i bje Zotit në sejdë, ai një mend afrohet dhe duke bërë sejdë çdo pjesë e tij. Atëherë konsiderohet afër sejdëbërsi. Duke i ra Zotit në sejdë të gjitha gjymtyrët e tij. Na e lavdrojmë balli i cili bje në sejdë, po balli, veç nëse nuk bje zemra në sejdë, kot ka ra balli. Po, nëse nuk ka ra shpirti, me shpirt në sejdë, kot ka ra balli. Balli nuk e jep zemër bardhësien pastaj, nuk e jep zemër gjersin pastaj, nuk e jep një ftyrë të buzëqeshur, vizionare, të dashur e humane. Pse? Sepse nuk ka ra zemra, të gjitha gjymtyrët e trupit do të me ra në sejdë, jo vetëm balli. Kur të na bin të gjitha gjymtyrët e trupit në sejdë, ju kemi afru të madhit Allah, ati i qofshmi fal. Andaj dashurit e me, ajo që e pengon sot botën nga Islami janë vetëm muslimanët. Janë vetëm muslimanët, thot Jusuf el-Qaradawi, Allahu e mëshiroft, që e komenton janin prej dietarëve të Islamit, El-Wardin, thot, kur është pyet nga studentat që po dëshirojmë krejt evropianët me pranu Islamin, po kem dashuri të madhe që këtë lokalitet, këtë pjesë të gjeografisë, me pa duke thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, sepse dynjan e kanë rregullu dhe dynjaja e tyre e vërteton atë çka e thot Zoti Dhul Xhelal në Kur'anin famadh. Thot kur kanë me pranu ai nderum, thot kanë me pranu kur evropianët t'i bindemi ne që na nuk jemi musliman edhe aq të mirë. Kur t'i bindemi ata që na nuk jemi të përfaqësu Islamin mirë, na muslimanët, ata kanë me fillu me lexu edhe me kërku të vërtetën dhe kanë me pranu Islamin. E Jusuf el-Qaradawi, kur e spjegon, do thot këtë, se çka i pengon ata, thot, Islami triumfon dhe përhapët me shembullin e mirë. O musliman, bëhuni shembull i mirë, jo vetëm fjalë mirë. Nuk mjafton vetëm fjalë mirë, shembull mirë. Nuk është i mirë vetëm ai i cili nuk ban keq, po i mirë është ai i cili vazhdon me bë mirë në vazhdimsi. Ky i mirë është se nuk ban keq, jo ba. I mirë është se ban mirë, ban punë, do thot mira, kjo e ban atë diferencën. Thot, ku njerëzit shohin një pamje islame të mëshiruar tek një njeri. Pamja islamit është thellë gërshetuar e mëshiruar në fizionomin, në veprën e njeriut. Atëherë bëhesh pasqyr e mirë për të tjerin, për tjetrin, kështu që e duam atë dhe e duan Islamin për dashurinë e tij. Në moment që veprimtaria është e mëshiruar në njeriu e mirë, me vepra na fillojnë me dasht edhe njeriu mirë, po edhe veprat e njeriu, e pastaj pyesmi për prejardhjen e njeriu, për prindrit e këtij njeriu, për mësuesit e këtij njeriu, pyesmi për besimin e këtij njeriu, për atë dhe dashurinë e këtij njeriu.
Ka procedura, burr. Besoni që ka procedura. Jo vetëm fjalë mirë, po edhe vepër mirë patjetër. Thot, kështu është përhapur Islami në fillët e para. Njeriu kanë qenë disa njerëz i kanë njoft tjerët, një lloj psikologu i sodit, se a është gënjeshtar, po a është i besueshëm ky. E njëri tha, unë do të shkoj ta identifikoj këtë që po thot unë jam profet, Muhammedin alayhi salatu wassalam, kur u kthy, bile tha, unë do t'ja tregoj vendin atij njeriut, do t'ja heku kokën. Ka dalë gënjeshtar, po na i përçan popullin ton. E kur u kthy tha, me la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, tha arsyeja, tha vallahi mimika, ftyra, po i tregojke se ky është njeri i mirë. Ky është njeri besnik. A dashurit e mi, si kur tjerve t'ju tregojnë ftyrat e tona për besnikrin, sinceritetin, dashurin. E kemi vrejt një pjesë e njerëzve, thonë vallaj ati pi bajke ftyra nur. O, Zoti madh, i ka tregu shpirti se ky është njeri i mirë. Ftyra nur po i bëjke, po i qeshke, po i bësqeshke ftyra ati njeriut. Për çka? Sepse ai njeri ka të instaluar në zemër dhe në veprimtarinë e tij hakun të vërtetën e të madhit Allah. Për këtë, Zoti juaj e di më mirë se çfarë keni në vetët e juaja, thot Allahu Dhul Gjelal në kaptinën Isra në ajetin me numër 25. Ndoshta disa njerëz mendojnë keq për ty, dhe ndoshta disa të tjerë mendojnë mirë se ti je i pastër. Mendojnë se jeni më të pastër se sa uji i shiut. Mos i merë fort nga zemrës. Tash do ta shpjegoj. Edhe ata që mendojnë keq për ty, po edhe ata që mendojnë mirë për ty, nuk kanë për të bërë dobi ata. E sa nuk kanë për të bërë as dëm ata. E rëndësishmja është e vërtetja jote. Dhe ajo çfarë Allahu dhe për ty. Kështu që mos i kushto rëndësi se çfarë thojnë të tjerët për ty. A i dini pse? Se qyshe nja one vetën time, pa shatë madhin Allah nuk nje kërkush. Nëse kanë mendimet mira të tjerët për ty apo për mu, na e dim fort mirë çfarë të mirë e kemi na. Po edhe nëse kanë mendime të liga për mua dhe për ty të tjerët, na e njohim mirë vetën se çfarë jemi. Kështu që veç Allahu ati qofsh mi fal, dhe na e njohim vetën ton ma mirë se që mund të na nje çdo kush. Na një të mirë që e kemi në zemër, edhe me lajkja nuk mund të më na identifiku për më na i shkru. Mirë pas shejtani për më na i deviju. Kurse na e dim, fort mirë e dim do thot këtë. Ti e di se kush je ti, dhe e din Allahu Dhul Gjelal se kush jemi ti dhe unë. Prandaj rregullat që është mes teje dhe mes Allahu Dhul Gjelal, pastaj ec i qetë. Pastaj ec i qetë, sepse nuk ka askush mundësi për më dekuraju. Askush nuk ka mundësi. Kam njoh mi dietar të ummetit islam të mdhej. Mirë po njerëzit nuk i kanë lanë pa i ngacmu edhe ata. Zatën kanë folë për Muhammed Mustafa në keq, e nuk po folin për ty edhe për mu? Jo, mërë burë, qetësohu. Qetësohu. Për këtë arsye, ata kanë ecën në përsi përfaqet tokës me plot krenari dhe mburje. Arsyeja,
se ata e ka njoftën vetën e tyre, më mirë se që mund t'i ketë njoftën dikush tjetër. Të dashurit e me, në pikën e 3 du të ndajmë me juve njërin nga imamët e mëdhej, Imam Sufjan ibn Ujejne, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur thot, nëse je në një kohë kur njerëzit kënaqen vetëm me fjalë, por pa vepra, dhe me dituri, por pa punë, atëherë dije se je në kohën më të keqe të mundur duke jetu, dhe mes njerëzve më të këqenjë që mund të jesh i rrethuar. Nëse jeton në atë kohën ku vetëm fjalë ka, po vepra, jetu në kohën më të ligë. Une nuk kisha me thonë se jemi sot, po kemi fillu për qëtë rrugë. Sot ka fjalë, po vepra nuk ka. Sot ka lavdata, pa punë. Sot ka inskenime nga më të ndryshme për ta ngrit personalitetin e dikujt. Mirë, po nuk ka asgjë, bazë nuk ka se mbi çka me ngritat personalitet të atij apo të asaj. Mirë, po koha po vjen duke u rëndu, e do të vjen edhe pak më shumë, kur njeriu me kontribut nuk do të nderohet dhe nuk do të shmohet, e do të nderohet e do të lavdërohet një njeri që ka qenë kundra këtij kontributit. Kundra këtij kontributit. Ne nuk jemi edhe aq shumë të prekur me masën e thjesht, po jemi të prekur me disa individ të cilët e njohin kontributin e gjithë secilit, e ja japin meritën tjetrit pa meritorit, e nuk e nderojnë dhe nuk e lavdrojnë atë i cili është meritor për këtë. Për këtë dashurit e mi, Ali el-Wardi thot, zullumçari nuk mund të bëj zullum apo të bëj tirani, thjesht vetëm se ai ka dëshirë për një gjë të tillë. S'ka mundësi. Zullumçar, veç që po kam qef me bo keq edhe me bo, nuk ka mundësi. Ai bën tirani kur nuk ka kush ta ndaloj tiranin e tij edhe zullumin e tij. Policët dhe xhelatët e tij ja zbukurojnë punët e këqija dhe ja zbatojnë çfarë ai dëshiron. Për Zotin e lumë, nuk ka mundësi zullumçari me bo zullum veç ju kam tek, për me bo. Ja nimojnë edhe tjertë, ja nimojnë edhe këta që ja limojnë shpinën ka pak, edhe këta që përfitojnë dhe thot nga zullumi i tina. Këta e fusin ata për me bo zullum edhe më të madh, edhe për me trimnu. Për këtë arsye kemi nevojë, dashurit e mi, vetëdijsim, mas pari neve, familjarëve tonë, nëse e shohim që një vepër jo të mirë është duke e bërë familjari ynë, me qortu, me këshillu dhe me ja tregu vendin dhe rrugën çdo kujna. Për këtë dashurit e mi, këtu i gjen Imam Evzali, ai tregon, i thash një personit, thot, kërkoj një shtëpi me kojshi, që nuk përgojojnë, nuk kanë inat, nuk kanë zili, nuk kanë smir dhe nuk urrejnë. Ma gjejnë një shtëpi, du me i pas kojshi, këta njerë që s'kan inati, s'kan urrejti, s'kan dashaketsi, nuk përdorin në rëskamza, tha po vallaj ka më ta gjetë. E kapi përdore edhe e qej të varrezat. Tha veç që ton nuk ka kësi. Bile këta janë krejt pishman, pse i kanë bon që ta. Ata zgudzojnë sen me bo. Edhe s'mujnë as gjatë, do thot me ndryshu. Andaj, mos e ndrëven banimin, vetëm që e ki këta apo ashtu që po flitë. Ko të shkojsh që shtu ko me pasën. Mirë po ti mundesh me i gjetë njerëzit e mirë, kojshin e mirë, miqësin e mirë, ortakët e mirë, nëse ti vetë je i mirë. Dietarët kanë thonë nëse 1000 persona i ke të ullur në një odë, në një ndeje, e ka hy njëri tash, edhe nuk ngritet as kush në kam, ku ka më ullë ky njeri?
thot ka më ullë ofër ati njeriut që i kanë tiparët e njejta. Pse? Thot se shpirtat në ezel, kur i ka kriju Zoti shpirtat, i ka kriju krejt për njerë, aty janë konë bashk. Nëse janë konë shpirtat e mirë bashk me të mirin, ky ka më shku të i miri. Nëse si janë konë vallohi bashk të i miri, ka më shku të qaj shpirt që u pas shoqëruan edhe ma herët. Kështu është do të thot e njejta, do të thot matematik. Për këtë dashurit e mi, morali është garancie vetme e vazhdimësisë së njerëzimit. Morali. Kur humbet morali, njerëzit bëhen ujq dhe hajnë njoni tjetrin. Vetëm ligjet nuk mjaftojnë për ta zbutur qenjen njerëzore. Kini po thot, denaj e bre, jepja denimin, bure u denu 10 vjetë për burb, kur ullë shumë as 10 viteve, e ka thy marketin ka orë të shpia i non që shesëm ka marrë mallin për tyje. Edhe ja ka pruan që ato shka i ka vjedhen. Vetëm ligjet nuk mjaftojnë për ta zbut, për ta edukuan qenjen njerëzore. Qenjen njerëzore, piks pari, duhet ta edukoj besimi, shpirti, lidhja me krijuesin, lidhja me Rabbul Aleminin, është edukata kryesore. Vetëm ligjet nuk mjaftojnë. Njeriu ka nevojë për pengesë të mbrendshme, për ndjen përgjegjësie kundër vetes dhe kundër të tjerëve. Mas pari njeriu ka nevojë për një pengesë të mbrendshme. Tregon kje mëlla Jakupi Rameti po shpirti në Slupçan. Tha, isha të fal i kindine i kisha nxansat. Tha, po une me vones të fal pak i kindien. Tha, erë drejtori shkollës kisha arë të mlyp hoxhën, hoxhë vende. Tha, une ndëgjësha, po isha namaz. S'mu isha me prish. E pasi e përfundova, tha i dole, o drejtora jek. Tha, hoxhë, tha, une për ti ta këshyra së të pash. Jo, loj, kështë e fal i kindin me vones. Bile jo këtu, po i kam edhe 280 nxënësa nalt ma fel ti mësu. Ja, tha kur. Hajde, e erdh, i po të rënditur, si fishek lovoqke aty krejt. E ull, me 2 kam kryq ull drejtori, në rizot zotit aga huq, a më të regon. Shka i t'ju kalzu më këty e nxënësa? Po na aty kena drejtore, kena sekretare, arkatare, kena 30 mësim dhënësa, kena punëtor teknike, po qëfar zhur me marbahot aty? Ti nja, edhe unë nuk pëndëgjej as një zhurm, tha po, vëllai ka më të kalzu. Tha këto si t'hen, tha unë i tham, Zoti ty të sheh, Zoti ty të ndëgjon. Zoti të sheh, Zoti të ndëgjon. Mojën e mos më të pa e mos më të ndëgju, pa i shkërun krejt. E tha jo vallaj, tha t'ju kalzu aty që e keni prej ardhën pej majmunit. 3 për mi bank, 2 nër bank, 4-5 kacavert në për dyrë të shkollës, tha që shto bank dhe thot kjo pun. E tregoj kja i tha, edhe kryetarit Leverkusenit në Gjermani, ja kum thonë tha këto fjallë, se erë tha unë po, tha muë ti mësu në zonësat ratë. A i the ke poze që ti mësu në kështu. Ratë. Tha më tha që a i t'ju bo? Tha ti mësu në zonët, po pëse s'ki tavolin? Po s'kena vëlla. Tha mi pruni 30 tavolina, a mo kitë shkërume, dvizatume. Tha i thash që në zërë për gjamiës. Këto nuk i majnë gjami, që qëfar figura, qëfar shkrime, ofenduse. Tha, oho, tha, unë kësha pas mundësi edhe me t'i prunu edhe të reja, ama njejt i bojnë zonë sa ta petë qashtu. Jo, laj, tha, i thash beri, kur s'ki me pas një vi, tha të nesrit mi pruni. Tha dhe i thash, ndesh hajde mas 6 vjetë, ndesh mas 6 mujve, s'ki me pa kur gjo. Tha, e kish shkru, tha, unë e kisha ruket. Tha, mas 6 mujve erdh, krejt banka t'i këshyrë. Krejt, nuk e pa as një vi. O hoq, që ju kalzon më rëndzonësa? Tha i thash, haram ashtë. Që zoti, denon zoti. Tha më thej, mbaj ke bena gjune tyve, amoni, apo vjebe m'ju kalzu edhe rëndzonësave tonë që ta.
Andaj mësoni fëmijët e vetë vetën që Zoti ati kofsh mi falë na she, edhe kur nuk na she mësues, edhe kur nuk na she hoxha, edhe kur nuk na she do thot askush. Për këtë arsye, nëse dëshiron të marrësh një vendim, thot, të gabuar, pyeti të gjithë. Edhe në shtëpi tane, edhe në biznesin tanë. Nëse don me marrë një vendim të gabuar, pyeti të gjithë. Po të gjithë nuk janë të marruar me kuptu vizionin tanë, qëllimin, ardhmërinë, këtë çështje. Pyeti njerëzit që janë të nivelit edhe kanë mundësi me mendu me logjik të shëndosh, ata pyeti. Për shka se keni banë këta, valla s'ken dakord krejt. Po nuk ka mundësi mu kom dakord krejt, se dikush u mësu me nejt me erdë bërlogët. Mos i pyet ata, ati bojmë koshat e bërlogët se cilët shtëpia po ju, se sa është në gjendja i me kuptu. A i thot ma mirë pe kalli qëto, se sa i jap 6 euro në mujt. A i thot ma mirë e gjuj qëto në malë, se sa i jap 6 euro në mujt. Mos i pyet një të gjithë, po pyetni njerëzit që kanë vizion dhe që kanë, do të thot, kulturë. Dhe krejt në fond, shtëpia e caktuar vetëm për t'i dhënë, thot ky dietari Muhammed al-Ghazali, shtëpia e cila i man antarët e familjes veç mi u dhonë ushqim, ato nuk nxjerrin njerëz të edukuar. Shtëpiat nuk janë veç me ul me hongër buk, edhe me pi çaj. Po shtëpiat e tona duhet kthehen në edukim, në bashkë bisedim, më ullë në tavolinë të ngronë buk, me i pyetën për detyrat e ditës, për punët e ditës, për problemet e ditës. Shtëpiat e tona duhet me pas debate. Na imi të morë vesh për shtëpiat e tona jashtë, çka të ndodh? Pse antarët e familjes nuk komunikojnë me njëri tjetrin? Të lodh si të vinë për shtëpisë telefonin dorë, do thot, deri sa të vinë me fjet, hajt natën e mirë se i na lodhën sot. O, kemi nevojë me bashkë bisedu me antarët e familjes. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi rabbil alamin.